Një udhëtim mes këngëve të lashta polifonike ku zërat i traditës u ngjitën në skenë duke përcjell vlerat, origjinalitetin dhe kulturën e kësaj tradite, u zhvillua aktiviteti Polifonia në Shekuj, i cili mirëpriti dhe festoi 20 vjetorin e pranimit të polifonisë shqiptare në UNESCO, si dhe 30 vjetorin e themelimit të shoqatës Polifonia Shqiptare. Shoqata Polifonia Shqiptare, që është dhe një nga shoqatat më aktive në Shqipëri, gjatë këtyre 30 vjete ka patur veprimtari të jashtëzakonshme mbi të gjitha krijimin e organizimin dhe drejtimin e 12 festivaleve polifonike në Bylisfonia. Interpretimet erdhen nga grupe të ndryshme përfaqësuese të trevave të vendit tonë, si Djemtë e Vlorës, grupi i Libohovës, grupi i Gorës, grupi Selam Musaj, Djemtë e Mallakastrës, orkestra e Fier Sheganit, si dhe grupi polifonik i ansamblit kombëtar. Sot kemi përgatitur që edhe këngë për festën e nëndorit, edhe këngë lirike, edhe këngë patriotike, shumë domethënë ka pjesëmarrje nga grupi nga Skrapari, ka pjesëmarrje nga Mallakasa, ka pjesëmarrje nga Lushja, ka pjesëmarrje domethënë edhe në asambli i shtetit që ne bashkëpunojmë dhe kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm. Sigurisht jemi pjesëmarrës me grupin ton polifonik të asamblit, do të performojmë dy këngë shumë bukura dhe uroj që ky aktivitet, ky koncert të shkojë sa më mirë dhe të tilla të kemi në vazhdim. Ky aktivitet dëshmoj se polifonia mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme të identitetit ton kulturor, një traditë që jo vetëm ruhet, por vazhdon të jetojë edhe fal brezave të rinj që e përcjellin me përkushtim.